Në ardhur nga çdo cep i Shqipërisë, sot nga çdo cep Shqipëria është bashkë, e qartë për drejtimin që do të marrë. Sot Shqipëria është në judhkryq dhe përpara kemi një ndër sfidat më të mëdha që Shqipëria ka pasur ndonjëherë. Bërja më në fund realitet e ëndrrës së shqiptarëve për qindra vjetësh, të qenurit barabartë, qytetar të barabartë me të gjithë ata të Evropës. Dhe sot, si të gjithë Shqipëria, Elbasani e ka ndarë mendjen, me PS-n dhe Edi Ramën drejt Evropës për zhvillimin e turizmit, për automotoparkun që do të cilëi qindra mijëra turistë. Librazhdi e ka ndarë mendjen me Edi Ramën dhe Partinë Socialiste drejt Evropës për zhvillimin e turizmit. Gramsci e ka ndarë mendjen drejt Evropës me PS-n dhe Edi Ramën për rivitalizimin e industrisë mbrojtjes. Cëriku e ka ndarë mendjen me PS-n, Edi Ramën drejt Evropës për t'i dhënë zhvillimin që duhet bujqësisë. Peqini e ka ndarë mendjen drejt Evropës me PS-n dhe Edi Ramën për t'u ndërlidhur me autostradat e reja dhe linjat e trenit që po e lidhin tashmë Elbasanin me gjithë Shqipërinë dhe gjithë Evropën. Prenjasi e ka ndarë mendjen me PS-n dhe Edi Ramën drejt Evropës për të rivitalizuar turizmin dhe industrinë e minerare. E gjithë qarku Elbasanit e ka ndarë mendjen. I qartë, i sigurt që ne duhet të ecim drejt Evropës. Belqi e ka ndarë mendjen me PS-n dhe Edi Ramën për agroturizmin, bujqësinë dhe turizmin. Dhe qarku e Elbasanit është i vendosur që do të vijë me 9 mandate, me rezultatin më të mirë që PS-ja ka pas ndonjëherë për të siguruar që jo vetëm Elbasani, po e gjithë Shqipëria të ketë rezultatin më të mirë që ka pasur ndonjëherë Partia Socialiste për të folur jo vetëm si qark, po e gjithë Shqipëria. Shqipëria e ka ndarë mendjen me PS-n dhe Edi Ramën drejt Evropës. Faleminderit.